socialiste në atë parti pas ka qenë Elisa Spiropali. Edhe unë si kritik shumë i fort i saj vazhdimisht, sigurisht pas një lloj interesi dhe pas një lloj dashakeqësie, duhet me e pranu që në 14 vjet pushtet Partisë Socialiste, e vetmja që doli burr pas ka qenë Elisa Spiropali. Tashi sigurisht që propaganda e Edi Ramës, fuqia e propagandës, makineria e tmerrshme e propagandës do mundohet thotë që pse foli tani, pse s'foli më herë, pse unë nis me interes personal se e shkarkoj e kujtun më thet thash. Kjo është një metodë që propaganda e bën vazhdimisht. Po ditë them vetëm një gjë, që reagimi i fundit i Elisa Spiropalit, pasi Edi Rama e ka kërcënu, e ka fy, e ka shat dje në grup parlamentar duke i thënë se do të përjashtoj, është një akt jashtëzakonisht burrëror, trimëror i një gruaje që nuk pritej. Do mund të pritej nga kushdo, por nuk pritej nga Elisa Spiropali. Ka bërë një analizë, duke i thënë Edi Ramës më përjashto, spektakolare. Tani, për ju e keni pa videon që bëra unë dje për këtë çështje dhe kisha dhe dozat e skepticizmit brenda që a do mundet Elisa të majë një qëndrim apo do hesht, sepse sigurisht është gjë që është e rrallë në atë parti. Ja që doli që ajo ka majt një qëndrim dhe ka majt një qëndrim të fortë, i ka thënë përjashto po deshe nga partia. Ashtu sikurse nuk pas ka qenë rastësore kur i tha publikisht Taulan Badhës para disa ditësh, mblidhe grupin parlamentar dhe hajde diskuto për mua. Do thot njëri që pas ka akoma njerëz që nuk kanë frikë nga makineria grirëse e mafjes që është në pushtet. Edhe kjo që i ka Elisa. Tani për ju që do thoni, që do ngrini, do aludoni, që do u shplajnë trurin për mbetërinat e ka, që do u shplajnë trurin propaganda e Ramës, se kjo foli nga që e hoqi si ministre të jashtme, po ju them vetëm një gjë. Se cili prej jush, po çdo njeri, nga një motiv personal niset për çdo gjë. Vetëm profetët janë nis për motive madhore, me kry një shërbim për hir të Zotit, sepse kanë pas mision. Gjithë njerëzit e tjerë nisen nga një motiv personal. Por ajo që bën diferencën është a e bëjnë betejën mbi parime apo e bëjnë thjesht në funksion personal. Dhe reagimi i sotëm i Elisa Spiropalit tregon që edhe në qoftë nis nga një inat personal apo nga një motiv personal, ajo e ka strukturu këtë mbi parime, mbi principe. Unë njoh shumë njerëz që kanë qenë skeptik, po jo pse ajo kështu, ajo se pa ajo ka frikë, kujtun të gjithë me radhë. Ato që se ka bot dot kur Pixhuli Erion Braçe, që bosi skuth, bosi socialist, por socialisti e vërtet e bëri pas ka qenë Elisa Spiropali. Shifeni çfarë i thot, se do e lexoj paragraf për paragraf, jo për t'i bë analizë teksti, po për t'u bind që kritika është për te Elisës. Unë mendoj që këto që ka shkruajt Elisa këtu, i mendon edhe Gramoz Ruçi, i mendon edhe Namik Dokle, i mendon edhe Arta Date, i mendon edhe Ermelinda Meksi, i mendon edhe Arben Ahmetaj, i cili mos të harrojmë, është i pari që i ka artikulu, i thot Elisa Edi Ramës, më përjashto, debatet e brendshme, thot, sa do të forta, nuk duhet shndërrohen në spektakël ndëshkimor publik. Nëse kjo ndodh, problemi nuk është mos pajtimi, është frika nga mos pajtimi. Në 2 paragrafet e parë, e ka shkep mbrinj.
lajmet e djeshme u hapën në përmedia që Edi Rama ja bëri kështu, ja bëri ashtu Elisa Spiropalit nga spin doktorët e pushtetit. Emisionet televizive mbrëm nuk e diskutuan, nuk guxuan ta diskutojnë, sepse janë të gjithë në shërbim të pushtetit. U morën me fytyrën e bërë si ftua të Ilir Metës, me palavra, por nuk guxonte kush që të diskutonte thelbin e vërtet problemit që ka Shqipëria sot, që është kapja nga mafja e Partisë Socialiste. Një problem që e ka ngrit një socialiste vetë, unë e kam thënë dhe herë përpara, shi qa po bëjnë ta me Ervin Salianin e majnë ditë për ditë në faqet parë medjave, dhe nuk guxojnë dot për Elisën, vetëm kur reagon ajo publikisht, tjetë doja publikojnë do mos do, pastaj se dalin si guak. Kanë frikë se edhe ju, mbeturinat, ignorantët, gjithë qa njerëzish ka që indoktrinohen nga mediat e këtyre, e kuptoni dhe humni besimin e ju majnë me karot tani që e hodhi Elisa do e shifni lajmi këtë gjitha media. Por ama nuk është bë objekt diskutimi në për studiot televizive sepse këta kanë frikë. Dhe unë e thash dje që ai nuk e ka problemin me Elisën, sa e di që Elisa vetëm nuk ka çaj bën atij. Problemi i Edi Ramës që e ka tmerru është sepse ai ashtu si që di që Elisa vetëm nuk i bën dot gjë, e di që ato që thot Elisa po fillojnë ti mendojnë për qindja më e madhe e socialistëve. Këtyre emrave që ju përmenda. Janë njerëz që kanë investimet e tyre, kanë jetën e tyre në Partinë Socialiste dhe nuk do pranojnë dot që kjo parti të kthehet në një organizatë mafioze dhe platshkitëse, siç është kthy sot praktikisht Partia Socialiste. Kam pas njerëz që më janë zemëruar miqe, shokë, kujton sepse u thoja mbeturina, se s'dihen të bëjnë diferencën ku ti them mbeturinë. Mbeturinë është çdo njeri që nuk përdor trurin e vet, nuk përdor arsyeën e vet, nuk përdor mendjen e vet, po vjen e flet lau sipas propagandës së partisë. Çdo njeri që është i verbër dhe e shef partinë e vet, duke rënë në autoritarizëm, e shef partinë e vet duke grabit Shqipërinë, e shef partinë e vet duke e platshkit me rrënj dhe duke e shpopullu me rrënj vendin dhe nuk reagon, ose shkon prap voton këtë parti, qoftë kjo PD-ja, qoftë kjo PS-ja, ky lloj njeriu është mbeturin. Fiksojeni mirë dhe ju që jeni zemru. Pra mbeturina është një person që nuk pyet as për interes kombëtar, as për interes shoqëror, as për interes të fëmijëve të vet, po shkon si i verbër edhe voton partinë politike duke e pa partinë duke bë masakra. Edhe në qoftë se është PD-ja kjo parti që bën këto masakra, dhe ai që ja voton prap hyn në kategorinë e mbeturinave. Edhe në qoftë se është PS-ja, siç aktualisht se ato do analizojmë se ajo është në pushtet, prap është mbeturin. Këtyre ju kam thënë në mbeturina, kështu që mos u mërzisni, mos u shqetësoni fare për këtë punë. Shkoni, lexoni Elisa Spiropalin sepse e ka të shmontu brinj më brinj që unë nuk e prisja, po a them dhe e përsëris prap nuk e prisja, jo se nuk besoj tek cilësitë politike të Elisa Spiropalit. Sigurisht se i ka thënë ai palloshi dje që ty ti ka dhënë partia, ti kam dhënë unë, gjë sikur ka çiflikën e vet. Po ka vota Elisa Spiropali, aty ka marrë vota. Pra i ka sjell vota asaj partie. E çdo njeri aty i ka sjell vota asaj partie. Edhe nuk është një lloj si ca dërdimen që i ka marrë Edi Rama i ka fut me zor, si kjo që ka bëj një jetë partije. Nuk e kam sulmu, thot Partinë Socialiste, kam kritiku modelin që në disa aspekte po dëmton Partinë Socialiste. Kam folur, thot Elisa Spiropali, për ndarjen e partisë nga shteti për rrezikun që politika të zëvendësohet nga administrimi, për një logjik kontrolli, ku struktura burokratike dhe pushteti administrativ rrezikojnë të marrin vendin e përfaqësimit politik. Jemi praktikisht në fjalinë e parë që ka thënë raporti OSBE Odirit me njëherë pasi janë mbyllë zgjedhjet në Shqipëri.
nuk ka pas garë, nuk ka pas konkurrencë, opozita ka konkuru me partinë shtet. Pra, po e thot dikush nga brenda, nuk po e thot më as Sali Berisha, as unë, as tjetri. Po e thot dikush nga brenda që e di shumë mirë se çfarë simbioze, çfarë njësimi ka partia me shtetin. Dhe për ta vërtetuar këtë, përveç se çfarë bëjnë administrata publike që sillet si patronazhiste, gjitha me radhë këto maskaralliqe që kanë bërë këta. Shihni ju që Edi Rama mbledhjet e partisë i bën në pallat brigadave. Përse duhet, po të mos ishte e njësuar partia me shtetin, përse duhet që mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste të bëhet në pallat brigadave, i godin shtetërore, dhe të mos bëhet në selinë e Partisë Socialiste. Ja, kjo është diferenca për idiotët, për budallënjt. Takimet me grupin parlamentar, ku nuk flitet për çështje parlamentare, po flitet për diskutimet brendshme të partisë, për debate, jo do të përjashtoj, jo do të fus këtu, jo do të ngrenë detyre, do të heq nga detyra, këto lloj diskutimesh të dashur miq bëhen në selinë e partisë. Le të jetë partia në pushtet, por bëhen diskutimet atje. Edi Rama nuk i ka bë kurrë atje. Edi Rama i bë të gjitha në zyrat e shtetit. Kjo është më e fundit provë për këdo që nuk sheh që ky e ka njësu shtetin me pushtetin. Nuk ka më dallim. Këtë e thot edhe Elisa Spiropali. Edhe thot, nëse do konsiderohen arsye për përjashtim, atëherë pyetja nuk është pse flasun. Pyetja është pse këto gjëra nuk lejohen të thuhen. Ju thash dje aty nuk guxon askush me fol. I vetmi i cili i ka dhënë leje Edi Rama të bëjnë si kone, aty është Erion Braçe. Sepse dhe ai e di, është i mençëm Rama, e di që ka nevojë për një valvull shkarkimi, edhe ka zgjedh pikërisht personin e duhur që ta bëjnë këtë, që është Erion Braçe. Që leh, po nuk kafshon. Prandaj ati nuk i thot gjë, se të njëjtat kritika duhet i bënte edhe atij dje. Po të ishte i drejt, po të kishte demokraci, ajo parti, të thoshte ço Erion Braçe, pse shpall kandidaturën ti pa fol partia. Pra, pse se bëri me Erion Braçe? Por e bën me Elisa Spiropali. Sepse ata e ka fut vet, kjo ka dal vet. Kjo është diferenca e madhe dhe provë se ajo partia ty, unë ju thash edhe dje, një nga personat që e ushqen këtë armiqësi, sigurisht është Aulan Balla, është në drejtën e vet, ka ambicjet e veta politike, dhe e di shumë mirë që Edi Rama është i kalbur, nëse ka njëri aty që e di që Edi Rama është i kalbur, i krimbur, ai është Aulanti, po Aulanti nga përvoja ka pa që duhet i rish sa më afër, sa më shumë kalbzehet lideri për t'i zënë vend. Siç ka bë me Fatosnano. Kështu që në rregull jemi, nuk kam asgjë edhe me Aulantin nuk për këtë pjesë, bravo i qoftë. Por që ai e shtyn për këtë arsye se siç duket e ka pa këtë nervin e Elisës që nuk dorëzohet. Edhe hëmë kryetar, kur do flasim për Elisën? I thot atje, ky fillon atje se më thanë që edhe e ka shadje. Ka folë si që flet me femrat ky për ta kuptu se sa feminist është ky dhe se sa drejta u jep femrave ky, du ta shofësh kur u flet me dyrë të mbyllura, jo në publik. Nuk është Edi Rama në publik. Ka thënë tjetër, nëse të kërkosh që socialistët të mos zëvendësohen nga një model drejtorokracie, ku kontributi politik zbehet përballë kontrollit administrativ, që ka mungesë disipline përjashtohet. Qa është? Ajo që unë kam thënë për herë, edhe në statuset e Facebookut, edhe këtu në videot që kemi diskutu, që e ka mush administratën me një tuf rrugeçërish, me një tuf njerëzish pa shkollë, me një tuf hajdutësh, ordinerësh që të vjen në veri të shkosh në për zyrat e shtetit. Këtë thot edhe Elisa Spiropali. Nuk janë socialistët në punë. Për ju e kam prapë, për ju mbeturinat, shifini socialistët e ndershëm.
kanë poste dhe pozicione periferike. Sepse mafia do mafiozin drejtor, nuk do një njeri socialist të ndershëm që të thot prit se kjo nuk bëhet, prit se nuk lejon ligji, prit se nuk lejon rregulloria. Kështu e ka kthyer administratën publike dhe ja ku e thot edhe një nga ministret e tij dhe ish kryetare e parlamentit e ish ministre e jashtme. Nëse të mendosh se pushteti duhet të njohë vetë kufizim dhe nuk duhet të njësohet me strukturat që e rrethojnë, qenë ka herezi e papranueshme, më përjashtoj, thot Elisa Spirpali. Ka me muaj të tërë në Kosovë që diskutohet që Albin Kurti nuk duhet ta marrë presidentin, sepse pushteti duhet ndahet, nuk duhet ta ketë një njeri. Ai ka bë revolucion, nuk krahasohet Albin Kurti me Edi Ramën kurrë. Ky është hajdut, është plaçkitës, ai është deri tani është shtetar. Por gjithsesi, egon për ta marrë gjithë pushtetin dorë ka dhe ai se njeri është edhe ai. Por nuk po e le skena politike atje. Pra për ato 3-4 vota që i mungojnë, po i bëhen ferr që të mos ta lejojnë. Edhe ai duket se do lëshojnë, ndoshta. Mund të përpiqet të lëshojnë. Ama në Shqipëri nuk i bë përshtypje kujt që i ka Edi Rama të gjitha. E ka parlamentin, e kontrollon ekzekutivin, e kontrollon drejtësinë qeliz. Se po të mos e kontrollonte drejtësinë, drejtësia do kishte shku ta pyeste një herë për Akshin, do kishte shku ta pyeste një herë për incineratorët, do kishte shku ta pyeste një herë për portin e Durrësit që e la Shqipërinë pa port, do kishte shku ta pyeste për gjithçka. Por nuk shkon dot, sepse është e kapur prej tij. Sa për president republike, mos të flasim fare, sepse nuk kemi president republike, edhe ai e ka pranu vetë me sjelljet e tij, jo me fjalë, po me sjelljet e tij, presidenti i Republikës e ka pranu që do kaloj çat sjell ai këtu. Nuk do i përzihem në përkohë. Thot Elisa nuk po mbroj pozicionin, ajo që e nisa unë videon, se tani e pash këtë, për t'ju përgjish këtyre, i pas ka dalë përpara narrativës që do ngrejnë këta, që nuk po nisem thjesht nga një perspektiv personale, nga një prekje interesit personal. Nuk po mbroj pozicionin, aq më pak një koltuk. Kryetar Lekun dhe minister Lekun nuk ma ka lënë gjyshi apo gjyshja, po mbroj një parim. Fantastike, këtë se kisha lexu, ju se besoni, por nuk e kisha lexu këtë se lexova gjithë, fillova me bo videon direkt. Është fix. Ajo që thash në fillim, sigurisht ajo është njeri, ajo ka nerva, ka mërzitje si çdo njeri, sepse nuk është pak të heq nga ministre Belinda Balluku, që duhet ishte vetë, duhet ishte para drejtësisë, nuk shkon para drejtësisë, po heq në këta tjerët. Por e kam vesh të gjithë qëndrimin e saj me parime. E kanë mbi principe. Të gjithë këta, se më vjen për të qesh tani, se më kanë folë me njerëz shumë. Edhe me njerëz të mençëm. Po jo se Elisa kështu, po jo se Elisa, po pritore se do shiko, le të jetë kushdo Elisa, apo e mbështet mbi parime lëvizjen që po bën apo jo. I ka thënë duhet të flas mbrana grupit parlamentar, mos i nxirr gjërat publikisht, i ka thënë. Kush i nxirr publikisht? I nxirr Edi Rama për të frikësuar të tjerët. Ajo e thot hape grupin edhe hajde të diskutojmë këtu në grup. Qa faj ka unë, qa faj ke ti. Ai duke pas frikë se nuk di se sa ka aty rreth e rrotull Elisa, e linçon publikisht që ta vras. Është krejtësisht, po a them, është krejtësisht e kundërta me atë që ka bërë Ervin Saliani, mos më bëni paralelizma Koti. Nuk i foli mrena kryesisë, po doli ul në kafe atje, thirri media në telefon, nxirrni lajmin në Ervin Saliani, bë lëvizje me njerëz që ma votuar në Shqipëri, nuk e ka bë kështu Elisa. E kuptoni, domethënë ka diferencë. Unë nuk bindem, thot, kur refuzohet bindja si ritual, nuk po mbrohet uniteti, por po kërkohet nënshtrim. Ajo që i ka thënë Edi Rama dje, e ka komentuar, i ka thënë, se i kishte thënë ai mos nuk du trazira, mos më hap
trazira në parti, myllë gojën, mos diskuto, mos të ngjoj më duke folë, se do të përjashtoj, se më krijon përçarje. Kur ndërgjegja trajtohet si shkelje disipline vetëm sepse nuk dakordsohet me automatizim të veprimeve, atëherë problemi nuk është mospajtimi, por modeli që e ngatron bindjen me nënshtrimin, duke tentuar të normalizojë deri edhe abuzimin, nëse edhe këtë e kam gabim më përjashto. Paragraf që e tregon qartë videon që unë bëra atje, kush se ka dëgjuar shkojnë ta dëgjojnë. Pra, po është një nga videot më të para të 24 orëve të fundit. E kam evidentu këtë se kur thut vërtetën njerëzit e kuptojnë. Edhe ata që të shajnë, edhe ata që futen si palaço me profile fake të fyjnë ose përpiqen të intimidojnë, e kuptojnë që unë them të vërtetën dhe jam duke diskutu edhe unë mbi parimet që unë i besoj. Unë nuk jam me bindje politike me Elisa Spiropalin. Ama aty ku ka drejt, ka drejt. Se t'ishte ashtu, kisha qenë aq idiot, unë aq budalla si puna juaj, do isha marrë me Erion Braçën unë, do lavdroja Erion Braçën. Po e kam dalluar që në fillim diferencën midis të dyja lëvizjeve. Njërin që do me i vuj gjobë partisë me nejt deputet, edhe njërin që i kishte gjitha ndorë, edhe mund të sillej si e nënshtruar, t'i shkojnë punë të vaj edhe nuk e ka bë. Edhe kjo është nga Elisa. Edhe për këtë bravo i qoftë. Dhe kjo nuk është çështje personale, i thot. Ja bëm analizën në fillim kësaj. Është çështje se si kuptohet politika. Çfarë do ndodh me një parti kur qoftë edhe një akt politik, mos votimi, shihet si armiqësi. Çfarë ndodh me një shtet kur kundërshtimi trajtohet si kërcënim? Çfarë ndodh me një shoqëri kur bindja kërkohet si nënshtrim? Pse nuk kam votu unë, thot, për të mbrojt hajdutën tënde, edhe ty, për të mbrojt Plaçkicit, ju më quni armike. Dhe më kërkoni me pahiri me u nënshtru. Pas ka bot tekst burd, ose e ka konsultu me në një, ose për pa t'i shkujt vetë, do marris akoma dhe më shumë respekti. Kërcënimi për përjashtim nga grupi më shqetëson më pak se ideja se mund të normalizohet mendimi që një grupim politik mund të funksionojë përmes frikës. Kjo është fjalia, paragrafi më vrastar që e përçon tej për tej frikën edhe tmerrin e Edi Ramës, me të cilën unë kam titullu komentin e djeshëm këtu. Që shumë njerëz u habitën e më thoshe mu, po çe ke këtë ti, se si mund të tmerrohet Rama nga Elisa Spiropali, që është tmerru. Është tmerru dhe kjo, me sa duket, kjo ja dika dobësit Elisa, edhe i ka thonë nuk më frikson dot. Nuk më frikson dot dhe nuk më nënshtron dot përmes këtyre kërcënimeve. Se thonë që i ka qu edhe tatimet e qa ka ndorë ky, te bizneset e bashkëshortit ose njerëz vetë nuk e di, a ka qa biznesesh ka, është punë për ta. Sigurisht ky është gati të turr dhe spakun, po Elisa e di këtë, dhe përderisa e ka marrë përsipër këtë punë, do të thotë që edhe me atë pjesë nuk e ka frikë, gjë që e tmerron edhe më shumë Edi Ramën. Jo rrallë, thot, nuk trem forca reale kundërshtarit, trem jehona që i bëhet frikës. Shumë struktura kontrolli mbahen jo aq nga forca e tyre sa nga përfytyrimi i rrejshëm se të tjerët kanë për forcën e tyre. Për mekanizëm që mbjetojnë nga frika që prodhojnë. Nëse nuk dakordsohemi, as për kaq më përjashto. Nëse nuk respektohet e drejta të flas, madje dhe të bërtas, kur familja ime politike fillon të ketë frikë nga fjala, nuk ka dilema, zgjidhja është vetëm një, më përjashto. Sfidë. Kjo nuk është sfidë. Se edhe do përkthehet sikur e ka sfidu. Kjo nuk është sfidë, po kjo është një ulërim për socialistët, për miqtë e mi socialistë, edhe për ata që janë mërzit se ju kam thonë unë
kjo fara e keqe e të indoktrinuarve që është në 24 të smurve, që e din që ju a ka marrë peng parti një rrugaq, jam duke folë me persona tani në moshë madhore 65 e sipër. Po ju drejtohem atyre, pastaj kam dhe i mesazh për të ri. Mos u ofendoni kur ju themun trushplar, të indoktrinuar, të smur apo mbeturina, sepse po t'ishte për të qenë ju njerëz me arsye, me logjikë dhe me mendim, duhet ishit mërzit kur u amori parti një person që ka dalë në shesh publikisht si Edi Rama dhe ka thënë komunistat duhen varë gjithë. Që ke baba ime dhe gjithë me radhë. Dakor, këtë njeri e morët edhe e bot kryetar parti edhe në shkut e votut, kjo për mua është katastrofë, është një turp shumë i madh për secilin. Edhe mu më nderon që e kam identifiku, sado që mërziteni apo varni turit ju. Tani kam edhe një mesazh për të rit e Partisë Socialiste. Shikoni, nuk ecet përpara kurrë me servilizëm. Nuk ecet përpara kurrë me pafsi. Sado që të mbjetosh, sado që të avancosh përpara, njeriu i ri, model i të riut që nuk ka thelb, nuk ka skrupuj dhe e ka qa rrugën përpara me servilizëm, është Erion Veliaj. Edhe është sot në burg. E nisi karrierën politike vetëm duke sulmu Fatos Nanon. E degeneroi Fatos Nanon. Filloi me Berishën pastaj. E mori Edi Rama, e futi në parti. Servilizmin më ekzemplar që i ka bëj njëri Edi Ramës, unë nuk di njëri tjetër t'ja ketë bë. Për të rritë kam shifeni publikisht, se edhe kam pas njoft sa nga këta të freshit. Kur ishte Erioni sekretari nije, kujtun gjitha me radhë. Ku e keni Erion Veliaj sot? Sigurisht bëri karrierë, u bë ministër, u bë kryetari i Bashkisë Tiranës e gjitha me radhë, po sot nuk i ka mush akoma 50 vjeç, edhe e ka flak në rrugë. Pse? Se s'pati thelb, s'pati ndershmëri, s'pati kapacitet, të hec me këmbë të veta dhe jo me servilizëm. Ndryshe nga që pas ka qenë Elisa Spiropali. Elisa Spiropali mund t'jetë nesër asnjë gjë. Dhe kjo ndoshta është bindja 90% e njerëzve, sepse ajo parti sundohet nga frika, mbahet në këmbë nga servilizmi dhe mbjeton nga grabitja, nga platshkitja. Edhe ndoshta këto janë faktorë që nuk mund t'i shpëjnë dot Elisa Spiropali, nëse nuk do zgjohen socialistët e vjetër, si Gramoz Ruçi, Namik Dokle, Arda Dade, Ermelinda Meksi, gjithë, Luan Memushi, ka qenë korifej, ky tjetri që ka qenë ky biologu, e Temruka, nëse këta nuk do zgjohen që tu shkundin trurin, pluhurin socialistëve, mund mos ketë sukses Elisa Spiropali. Amo do mahet men si njëri dinjitoze dhe që është më rëndësishme, do arrin të fshi nga memoria e shqiptarve gafat që ka bë duke thënë se Edi Rama është Skënderbeu. Ose në një budallik tjetër që mund të ketë bë, me këtë veprim do arrin të fshi gjithçka, edhe do mahet men vetëm kjo. Lëvizja për dinjitet, lëvizja për parime, për principe. Nuk e di sa sukses do ketë, nuk di të bëj parashikim, pra nëse nuk e di sa e mbështesin këto kolona e vjetër e socialistëve, dyshoj se mund të ketë sukses, sepse thash, siç e thash, Partia Socialiste ka këto probleme që ka. Është e gangrenizuar. Ama nëse mbështesin, zgjohen këta, shkundin pluhurin, këto lloj figurash, Elisa Spiropali do mbahet mend si njeriu që doli më burr
se çdo burr tjetër nga viti 2004 e kthejnë atë parti. Të presim të shohim.